Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. E vërteta që duhet të dish tani. Pra, sot do zbulojmë me anë të letrave tarot, gërmave dhe shenjave. Pra, e vërteta që duhet të zbulojmë tani, në këtë moment. Fokusoni vëmendjen te kjo video dhe në qoftë se rezonon, dëgjojeni me vëmendje. Doni të mbyllni një kapitull të vjetër të jetës tuaj, për të hyrë fikalit dhe të krijoni marrëdhënie të reja sentimentale, marrëdhënie të reja shoqërore, miqësore në jetën tuaj, duke lënë mbrapa gjërat e vjetra. Mendimet negative, vuajtjet, dëshpërimet, gjithçka jo të mirë. Jeni i menduar, kërkoni një të vërtet, jeni si kjo perandoresh, si kjo tutanesh, që mbart sekrete dhe mistere. Jeni pak mërzitur për gjëra që keni në jetën tuaj, dhe tek pjesa e bollokut, dhe tek pjesa sentimentale, luftoni fort që të merrni atë që ju kërkoni, të zbuloni atë të vërtet që keni prekosh për ta zbuluar, për ta ditur. Dhe mbretëresha e monedhës më tregon që shumë shpejt ju merrni këtë lajm nga personi juaj zemrës, këtë lajm të ri që ju nuk e prisni. Ky lajm do të ndryshojë jetën tuaj. Kjo është e reja që të ndodh në jetën tuaj. Ky person do t'ju shpreh në këto dy shkupash, në këtë takim që do të bëni, këtë dashuri, këto qëllime serioze që ka për ju. Dhe ju do të befasojeni, sepse do të dali papritur, kjo e vërtet që ju e prisni prej kohësh. Dhe treshi i kupave më tregon që mbas takimit që do të bëni, ju do të festoni këtë takim, këtë fitore, të marrëveshje do të bëni, takim serioz, bashkë me një person të tretë. Do të festoni, do të gëzoni, të lumtur këtë takim dhe këtë bisedë, këtë të re, që do të vi në jetën tuaj të shpejti. Me kë rezonon kjo energji? Me kë gërm të alfabetit? Me gërmën R, D, N, H, Sh, G, V, I, Y, N, O, N, Z, B, C dhe gërmën E. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me Briciati, me Ligjëreshën, Peshore, me Peshqit, me Binjakët, me Ujorin, me Dashin dhe me Shigjetarin. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot. Dhe thank you një zemër poshtë videos për të bërë, më suportuar, për të bërë video sa më të bukura që t'ju mbush me energji pozitive. Faleminderit shumë.